ka patur disa lëvizje dhe ato që janë konsideruar si polemika e përplasje mesazhe nënrreshta mes kryeministrit Edi Rama dhe Erion Veliajt janë faktuar përgjatë orëve të mbrëmjes kaluar dhe mëngjesit të sotëm, ku e ngarkuara me detyrën e kryebashkiakës nga Edi Rama, u shkarkua nga Erion Veliaj me një vendim i cili ngjall polemika, diskutime, duke ngritur edhe mjaft pikpyetje për ligjshmërinë e veprimeve të tij, pasi ka firmosur dhe vulosur nga ambientet e paraburgimit, duke nënkuptuar kështu se me shumë gjasa, të paktën në dukje, protokolli dhe zyrat e bashkisë janë zhvendosur në ambientet e paraburgimit në Durrës. Ne përpiqemi të kemi një kontakt me avokatët që kanë qenë të pranishëm gjatë marrjes së pyetje për rreth 2 orë të kryetarit Bashkisë Tiranës nga SPAK, për herë të parë, siç e theksova, në cilësinë e personit nën hetim. Ka dhënë deklarime edhe më herët Erion Veliaj, por si person që ka dieni mbi rrethonat e fakteve që hetonte SPAK në kuadër të dosjes ndaj tij dhe anëtarëve të tjerë të familjes. Kujtojmë se 5 biznesmen janë me masa sigurie, 4 prej të cilëve detyrim paraqitje, 1 arrest shtëpie dhe Erion Veliaj është në arrest në burg e Ajola Zoza e shoqja në masën detyrim paraqitje për vepra penale që kanë të bëjnë me korrupsionin aktiv dhe pasiv të kryer në disa episode, pastrim parash dhe Zoza përveç këtyre 2 veprave që akuzohet bashkëshorti i saj, gjithashtu dyshohet për konsumimin e veprës penale të mos deklarimit të pasurive. Një skeme mirë organizuar, thot SPAK, e çiftit Veliaj Zoza, për të favorizuar biznesmenët të ndërtimit për t'u dhënë leje, ndërkohë që këta të fundit paguarin fatura të majme për aktivitete artistike, por edhe për konsulencë ligjore pranë shoqërive të bashkëshortës së kryetarit bashkisë Erion Veliaj. Këto veprime janë konsideruar si vepra korruptive dhe ushtrim i ndikimit tek kryetari i Bashkisë Tiranës nga biznesmenët për të marrë benefite dhe favore sa i takon ndërtimeve. E qartë. Mirë, Fation, falënderoj shumë për gjitha këto informacione që na përcolla.